Thoni lam të mirë rrullave, ja maska që bën mrekullin për fytyrën. Konsumi i vezës ka kaluar nëpër debate për shumë vite të fundit. Si fillim sugjerohet të konsumohet shpesh, por më pas filluan të shqetësoheshin për nivelin e kolesterolit. Ka shumë mënyra se si një vezë mund të konsumohet, me e rëndësishme është të ta konsumoni çdo ditë. Maskat me vezë janë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese për shqetësimet tuaja të problemeve që lidhen gjithashtu edhe me rrullat tuaja. Aplikimi i të bardhës së vezës me njëherë në lëkurën tuaj do t'jap japë rezultate fantastike në mbrojtjen, gjithashtu edhe në shkëlqimin e saj. Sigurohuni që maskat me të bardhën e vezëve t'i keni pjesë të recetave tuaja çdo mbrëmje. Kështu, të nesme në mëngjes do të keni rezultate fantastike edhe në mbrojtjen e saj. Aplikimi i të bardhës së vezës me njëherë në lëkurën tuaj dhe mbajtja e saj për 10 deri në 15 minuta mund t'jap rezultate fantastike në ushqyerjen e lëkurës edhe me element të mirë kundër rrullave.